Emri. Ina. Emri Devis. Profesioni. Aktore, përpiqem. Po, aktor. Ke studiuar Akademinë e Arteve apo je talent natyral? Më mirë kisha talent natyral, po kam studiuar në Akademinë e Arteve. Jam talent i shtëpisë, po jam edhe i studiuar. Aktrimi është profesion që merret nga shkollimi apo varet nga talenti i lindur? Janë të dyja shumë të lidhura, kam përshtypjen, por unë besoj më shumë te talenti, por janë shumë të lidhura të dyja. Aktrimi merret në muajin e 6 të lindjes, pastaj vazhdon më tutje. Cila ka qenë hera e parë kur ke hipur në skenë? Në mënyrë profesionale, le të themi, ka qenë provimin e parë në Akademinë e Arteve me pjesë Çehovit, që titulloi Propozimi, para shumë vitesh. Kam qenë i vogël, diku nga klasa e 6, po nuk e mbaj mend çka kam thënë në skenë. Po e di që kam hipur. Cila ka qenë zysha që ta ka nxjerrë jetën në shkollë? Nuk ka pasur, kam pasur përgjithsisht marrëdhënie të mira me zyshat, përgjithsisht, sepse dhe imitoja, kështu që. Po gjithmonë e matematikës. Po fatmirësisht unë kam pas zyshën kujdestare, njëri të familjes sime dhe ajo më kalonte gjithmonë, se do ta kisha mbaruar shkollën 40 vjeç. Si reaguan prindrit kur u the që do studioje aktrim? Burr. Po nuk i thash që do studioj aktrim. Prindrit e mi e dinë akoma që unë jam jurist. A mund të jetoj një artist duke punuar vetëm në profesionin e tij? Edhe, është e vështirë, po ja shpresojmë te ligji i ri mbi teatrin. Jo, ne të gjithë merremi me drogë. Cili është deri tani roli më i vështirë i jetës tënde? Ai që nuk kam bërë akoma. Roli më i vështirë është të jesh aktor në Shqipëri. Cili ka qenë deri tani roli më i mirë i kolegut që ke në krah? Unë do Devisi po ka pasur shumë role, po unë do preferoja ato që kemi luajtur bashkë te karnavalet e Korçës, kështu që Nikollaqi ka qenë. Ina është vajzë e mirë, po unë me Inën kemi bërë disa role bashkë. Çuditërisht njëra kam pas dashnore, njëra kam pas grua, po e mirë ka qenë dhe si dashnore, po më e mirë si grua. Cili ka qenë momenti më i sikletshëm në skenë? Kur kam harruar tekstin, ka qenë shumë e tmerrshme. Po nuk e di, sikleti më i madh për aktorin është kur e ka sallën bosh. Cili ka qenë momenti më i sikletshëm në një set filmi? Kur kisha një skenë puthje me një shokun tim shumë të mirë, me cilin nuk do puthesha kurrë në jetën reale. Kur nuk e di sa lek do marrësh. Më mirë para një publiku në sallën e teatrit apo para kamerës si një filmi? Për mua gjithmonë publiku në sallën e teatrit. Gjithmonë para teatrit. Cilin personazh teatral mendon se do luaje shumë mirë në një pjesë? Ka qenë gjithmonë roli i jetës time që kam menduar që ishte, ka qenë gjithmonë Inesi tek Byret e mbyllura e Sartrit. Borbardhën. Cilin personazh në një film mendon se do luaje shumë mirë? Kam përshtypjen se di rolet që nuk do luaja shumë mirë dhe përgjithsisht janë rolet e koketave, nuk më shkojnë fare. Gjinon. Ka që vështirë është të kuptojnë artistët? Është shumë e thjeshtë. Po kam përshtypjen se luajnë të vështirët për të kuptuar. Artistët kuptojnë shumë lehtë, po njerëzit i marrin kështu si kur janë çik, nëse s'po e them. Në luftën midis eksperiencës dhe risisë, kush fiton? Risia. Risia gjithmonë. Aktori më i mbivlerësuar shqiptar. Kam përshtypjen se aktorët në Shqipëri më shumë janë të nënvlerësuar se sa të mbivlerësuar. Aktori më i mbivlerësuar shqiptar, unë. Aktori më i nënvlerësuar shqiptar. Mendoj gjithë nga pak. Aktorët e rinj po shumë. Unë. Mund t'ju bëjmë disa pyetje nga pyetësori Prustit? Go for it. Po jepi. Cila është ideja jote mbi lumturinë e përsosur? Momente, çaste që i ke shpejt. Të kesh shtëpi në Golen, makinë të bukur dhe ta kesh babin ose një nga fisi deputet. Cila është frika jote më e madhe? Të kem frikë. Që nuk kam frikë. Cilin person që ende jeton, admiron më së shumti? Gjithë ata që përpiqen të bëjnë diçka në raport me artin, që përpiqen të japin diçka artit. Prindrit e mi. Cili është virtyti më i mbivlerësuar sipas teje? Besoj besnikëria. Këta që thonë jemi pa komplekse. Në cilat raste gënjen? Kur njerëzit duan të gënjejnë. Unë vajta kohë që nuk gënjej dhe po shqetësohem për këtë gjë. Fjala që përdor më së shumti. Nuk është shumë e ishme ta them përpara kamerës. Pip. Cila është gjëja më e vyer që zotron? Që kam unë vetja ime, ashtu siç është me gjitha të këqijat dhe të mira. Gjatësia, po ka vënë kile. Cili është heroi yt i preferuar? Së fundi për shumë do vesçoja Janis Joplin, për ato që ka dhënë në botën e femrave në përgjithësi, e të muzikës gjithashtu. Po nuk e di, ne Skënderbeun kemi.
Cila është motja jote? Jeto çdo ditë sikur të ishte e fundit, por duhet ta ndroj. Jetoje jetën pa moto dhe në fund të jetës krijo një moto. Ja, edhe është e momentit, a? Tani më shpalosni aftësitë artistike. Më bëj një fytyrë të habitur. Më bëj një fytyrë skeptike. Më bëj një fytyrë të painteresuar. Më bëj një fytyrë të vënë në siklet. Më bëj një fytyrë të dashuruar. Ose kështu. Më bëj një fytyrë ose një xhest që largon antilopen nga kjo intervistë. Të bëja kështu.